Kjo ishte një epizodi 30 i seancës konstituive, i cili nuk arriti të kurorzohet me një sukses për shkak të paaftësisë së partisë së parë. Për shkak se partia e parë nuk arriti që ta sigurojë një shumicë. Kjo është një kosto tepër e lartë për qytetarët e Kosovës, për vetë Kosovën, për funksionimin tonë si demokraci, edhe e cënon vetë demokracinë e vendit tonë, të konsoliduar për shumë dekada me radhë. Më lejoni që t'ju them që kjo është një situatë jo serioze ku partia e parë nuk sheh ndonjë urgjencë për ta konsoliduar kuvendin, për shkak se ka qëllim final që të mos e lëshoj as ekzekutivin. Ua kujtoj që 17 deputet kanë dhënë betimin dhe njëkohësisht janë në zyret e qeverisë së Kosovës. Dhe duke mos pasur dëshirë që të arrijnë tek një rezultat në kuvend, ata po arrijnë që të marrin vendime jo kushtetuese dhe jo ligjore në qeverinë e Kosovës. Si LDK shprehim shqetësimin tonë që kjo situatë politike po manifestohet me një krizë që po reflektohet në shtrejtimin e çmimeve, inflacionin, po transmetohet po ashtu edhe po e pamundson lehtësinë e përballueshmërisë së çmimeve nga qytetarët. Do të thonë po e vështirëson jetën e secilit qytetar të Kosovës vetëm për shkak të mos seriozitetit edhe mos pasjes së një emergjence nga partia e parë. Si Lidhje Demokratike ne kemi bërë opsionin ton, kemi propozuar një qeveri gjithëpërfshirëse nga të gjithët akterët e përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, me qëllim që dalim nga ky ngërç, nga kjo krizë politike. Kemi dhënë këtë opcion me qëllim që secila parti të jetë e përfaqësuar në bazë të proporcionalitetit të përfaqësimit që ka në kuvend, me qëllim që të shkojmë përpara me disa vendime emergjente që do ta lehtësonin jetën e secilit qytetar në Kosovë. Për qeverinë gjithëpërfshirëse më lejoni t'ju them që nesër Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpalos një plan prej 15 pikash ku do të elaboroj idenë dhe prioritetet që do t'i shihnim si pjesë e kësaj qeverie për një periudhë të caktuar. Andaj me këtë rast ju ftoj nesër në selinë qendrore të LDK-s që të jeni dëshmitar të prezantimit të këtij plani. Ky ka qenë propozimi jonë si rrugdalje nga kjo krizë, për ndryshe ne nuk po shohim që partitë e tjera kanë një propozim tjetër, nuk po shohim që ka shumicë të konsoliduar, edhe po e shohim një parti të parë, të dorëzuar tërësisht për shkak që nuk po ka mundësi të siguroj shumicën. Dhe ne me këtë rast dëshiroj që të them që partia jonë ka ardhur me këtë propozim duke qenë parti që e ndjen përgjegjësinë e shtetit, e ruajtjes së institucioneve të shtetit dhe që vjen si rezultat që dëshiron që të sheh që Kosova si shtet mos dëmtohet as në arenën ndërkombëtare, as brenda në kuptimin e inflacionit edhe zhvillimeve ekonomike që po e dëmtojnë vendin. Më lejoni që të transmetoj edhe një shqetësim që si parti politike kemi parë një marrje peng të një qytetari, ish zyrtari të policisë së Kosovës, Arnar Spahiu, dhe kemi parë njëkohësisht që nuk ka veprime zyrtare shtetërore për t'u angazhuar për lirimin e tij sa më parë. Më lejoni që nga këtu, në emër të Lidhjes Demokratike, t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve, vendore dhe ndërkombëtare, që të angazhohen për lirimin e menjëhershëm të zyrtarit ton policor, ish zyrtarit ton policor. Ai është një qytetar i Kosovës dhe si institucione kemi përbosh që të angazhohemi maksimalisht dhe posaçërisht atëherë kur bëhet fjalë për qytetarët e Kosovës dhe shtetin e Serbisë. Kjo për afërsisht, nëse keni eventualisht pyetje. Gjatë kësaj kohe, kur na jemi diskutuar këto, ka protesta për bizneseve jashtë për shkak të këtyre tregëve të energjisë, po duhet të di çka saktësisht. Ka më bëu Lidhja Demokratike e Kosovës në momentin që konstituohet kuvendi për me trajtuar këtë çështje, duhet të di që është paralimtuar shtesimi i qytetarëve. Para dhe dyta, anonime shupë, kur thonë që nuk e votatin asnjë kandidat nga vendosja për kryekomendor me shupë që nuk konstituohet kuvendi, që me mund me ndërmarrë diçka kuvendit të di që zëraja për kuvendet e ju institucioneve të tjera.
Ne ende pa u konstituar kuvendi, por kemi mbarë edhe si parti politike disa iniciativa, kemi takuar edhe ZRE-n, kemi takuar edhe institucionet të tjera, bizneset, kemi organizuar një debat me biznese për t'i adresuar shqetësimet e tyre, kemi mbledhur të dhëna dhe normalisht që do të veprojmë në mënyrën ma serioze për t'i marrë në llogaridhënie të gjitha institucionet të cilat e kanë përgjegjësi këtë situatë. Institucionet të cilat e kanë sjell shtrejtimin e rrymës dhe po shihet që prapa saj ka një skemë të organizuar të shitblerjes së energjisë elektrike. Nga kjo pozitë ku jemi tani, nuk kemi se çka të bëjmë më tepër, por ne zotohemi që nga konstituimi i kuvendit do të bëjmë maksimumin që të sjellim uljen ose të paktën prolongimin e shtrejtimit të rrymës për bizneset. Kjo situatë do ta dëmtoj më së shumti qytetarin e Kosovës, sepse duke i dëmtuar bizneset vendore, duke u shtrejtuar atyre rrymën, rrjedhimisht do të shtrejtohet se cili produkt vendor dhe qytetari do të paguan faturën më shtrejt. Ne vërtet na vije tepër keq, sepse si LDK dhe për gjatë historisë jemi angazhuar që prodhuesit vendor të krijojmë ambient sa më të përshtatshëm për ta, për prodhimin e produkteve vendore, por në këtë situatë vërtet është e pamundshme që të shkojmë përtej kësaj, por është me keqardhje, sepse ju e shihni që ka një shkarje logjike në mes asaj që ka prolonguar partia e parë ose vetëvendosja, gjatë kohës sa ishte në opozitë, thoshte produktet vendore duhet të blihen para së gjithash, ndërkohë që sot kë e ka goditur më së shumti, i ka goditur prodhuesit vendor. Edhe kjo është kostoja e një votimi të një partie që vërtet nuk i mban fjalët dhe vërtet ka bërë veprime krejt në të kundërtën e asaj që ka premtuar. Faleminderit. Po. Vetëvendosja ka vota aq sa nuk mund ta konstituoj as kuvendin. Nuk po mund ta konstituoj ose ta siguroj shumicën për qeveri. Do të thonë kaq ka vota. Ne nuk mund ta zhbëjmë qënjen e një partie politike, ajo është aty me aq fuqi sa i kanë dhënë qytetarët. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në një qeveri me të gjitha partitë politike që janë të përfaqësuara në kuvend. Dhe ky është vetëm për ta kaluar një periudhë kalimtare të këtij ngërçi politik që pikërisht vetëvendosja nuk po arrin që ta zgjidhë. E kjo është vërtet fatkeqësi, edhe ne po vijmë me këto opsione për shkak se po e kuptojmë emergjencën dhe rëndësinë që shteti jonë të ketë përfaqësues legjitim. Ne po bëjmë kërkesë që secila parti tjetë e përfaqësuar për aq sa ka proporcionalisht fuqi brenda kuvendit. Do me thënë përcaktimin e një partie ose një tjetre e kanë përcaktuar qytetarët, na kanë dhënë votat e tyre që ne ti përfaqësojmë ata në kuvend. Faleminderit.